Kremlini, në Moskë. Kompleksi i fortifikuar në zemër të Moskës është një vend me rëndësi të madhe historike dhe kulturore. Ai vizitohet nga 10 mijëra vetë çdo ditë në ture që përfshin muze, katedrale dhe ndërtesa qeveritare të rëndësisë së lartë. Historia e Kremlinit daton në shekullin e 12 kur u themelua si një kështjell, që prej asaj kohe ajo ka shërbyer si selia e pushtetit për sundimtarët rus, nga carët deri tek udhëheqësit sovjetik dhe presidentët e ditëve moderne. Gjatë shekujve, Kremlini ka pësuar inovime dhe zgjerime të shumta, duke reflektuar dinamikën e ndryshimit të fuqisë së Rusisë. Stilet e saj arkitekturore variojnë nga i rus i mesjetës në bizantin dhe neoklasik. Sagrada Familia është një nga atraksionet turistike më të njohura europiane dhe botërore me një numër vizitorësh ditor që shkon në disa 10 mijëra. Arkitekti i njohur katalanas Antoni Gaudi ja kushtoi këtij projekti dekadat e fundit të jetës së tij, prej vitit 1882 deri në 1926, kur ndroi jetë pamundur ta përfundoi plotësisht veprën. Ende sot ndërtimi vazhdon me arkitekt dhe ekipe të ndryshme që punojnë sipas parashikimit. Ajo duhet të përfundojë në vitin 2026. Sagrada Familia konsiderohet si një nga veprat më të mëdha të Gaudit dhe një kryevepër e arkitekturës moderne.